Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell një mëngjes shpejt me krosana të mbushura me krem, lotus, biskota lotus dhe krem pona. Përgatitja e shpejt, vetëm se për 5 minuta, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij mëngjesi, morim krosana. Unë jam duke përgatitur për 2 persona, dhe i kam 2 krosana. I mirë dhe të mbushura me frukta. Unë i kam marrë të mbushura me kajsi. Largoj nga mëdhate. I ndajmë në gjysmë. Vendosim në pjatë me rëngjysma dhe tjetër. Ju shtoj krem lotus. Mjaftueshëm është. Tash tek secila shtojmë krem pona. Të ëmbël, kam rrahur mirë me mikser dhe e kam hedhur këtu në shirinë. Biskota lotus të bluara, sipër kremit pona. Ja vendosim pjesën tjetër të krosanit. Vërtet pamja shumë e mirë. Vërtet të bukura këndar, sipër përsëri krem lotus. Sipër biskota lotus të bluara. Ka një biskot. Dhe mëngjesi është gati. Besoj se ju ka pëlqyer mënyra, motra dashura, se si përgatis unë krosana të mbushura me krem lotus, biskota lotus dhe krem pona. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.